komunikim të drejt për drejt. Zoti Curi, përshëndetje, faleminderit që jeni në A2 CNN. Përshëndetje, faleminderit. Nuk e di, para se të nisim bisedën, a mundët të shikonit kronikën të përmbledhur me atë se ç'ndodhi në takimin e Kuçit ditën e djeshme me kryetarët e Partisë Socialiste që kishte ftuar Rama në takim, por pyetja ime e parë është, a kishit ju ftesë për takimin e Kuçit apo ishte vetëm një takim për kryebashkiakët socialistë? Ja, nuk kishte ftesë. Fatkeqësisht nuk kishte ftesë. Në asnjë lloj, as me email, as me rrugë zyrtare, nuk kishte asnjë lloj ftese. Nuk na kanë konsideruar në fakt nevojshëm në këtë takim. Ju besoj i dëgjuat se ç'ndodhi me kolegët tuaj socialistë, Poliçanit, Dimalit dhe të Divjakës, por në mënyrë të veçantë Adriatik Zotkaj dhe Juliana Memaj dolën edhe nga mbledhja me kryeministrin Rama, edhe pse janë një familje politike. Debati politik, nëse ishte për reformën territoriale, ne do të ishna si dy kandidat, dy kryetarë në gjithë Shqipërinë preken nga kjo reformë djathtë, i Memaliajt dhe Bashkia Fusharësit. Kështu që ne patëm besim që do të marrim pjesë, aty ta thosh edhe në fjalën tonë, po fatkeqësisht nuk na u bë ftesa dhe që nuk e kanë qytë arsyeshme, në apo të njëjtin qëndrim do të kishna marrë edhe në takim, kështu që e kanë shkalu pak takimin tonë. Nga qeveria nuk ju kanë ftuar, por ju a do të kërkoni takim me kryeministrin, me ministrin e pushtetit vendor në ditët e ardhshme për t'ia thënë në sy dhe ballë për ballë të gjitha kundërshtit që keni për pse nuk duhet të shkrihet Bashkia e Fusharzit? Ne patimi takim me ministrin e infrastrukturës, njëkohësisht edhe drejtues politik i qarkut Shkodrës. Bam një takim konstruktiv, kishte menime të ndryshme, po ne mirëpresim çdo lloj takimi, po deri në moment që po flasim nuk kemi pas asnjë nigjes, asnjë takim, pavarësisht se e kena kërkuar komisionit për Bashkinë e Fusharës dhe për komunitetin e Bashkisë Fusharësit. Unë arsyet i kam thënë, Bashkia e Fusharësit nuk konsiderohet si bashki në zonën e Veriut, jena tretë qarë që bëjmë fjalë vetëm për një bashki. Kjo bërban lajm shumë, sepse nuk kanë pas asnjë mundësie më marrë mas i bashki tjetër, vetë janë marrë vetëm Bashkinë e Fusharësit. Populli fisnik i Fusharësit nuk besoj se do ta pranojë këtë pjesë. Bashkia e Fusharësit ka kapacitet industriale. Unë i kam thënë dhe duhet të rrisem, ne japim shumë GDP shqiptare, kena 3 fabrika ujit që mulojmë 65% të ujit në gjithë Shqipërinë. Fabrikën më të madhe të Bakrit, 3 minjera, kemi një qytet industrial me fjalë. Kështu që bashkitë që kena të nivelit tonë, apo me popullsi sa Bashkia e Fusharësit, nuk kanë fe kapacitetesh. E kam ritheksu ekspert që kanë bërë këtë draft që ne na apru si kryetare dhe si këshillave bashkiake, nuk ka asnjë ekspert në Shqipëri që mund të ketë kapacitetet e duhura për me bërë një reformë tillë pa një model në demokracitë e konsoliduara. Unë e kam lexuar, nuk kam kuptuar si fjalë që thuhet në draftin e qeverisë për shkrirjen edhe për zotit Mazniku që ka bën një draft kaq famshëm, i cili thotë në një kryetar bashkie, krijimin e qyteteve, një kryetar bashkie mund të mbulojë qytetet, kjo nuk është funksionale, kjo bie nesh me nenin 8 kushtetutës. Dhe as ma tepër, si është lajm edhe për mediat, unë s'di se ku ka një shtet në botë që parlamenti edhe poshtë venimin e Këshillit Bashkiak. Venimi e Këshillit Bashkiak e hedh poshtë vetëm gjykata kushtetuese, kështu që unë nuk e di çfarë force ka parlamenti me hedh vendimin e një komuniteti apo peticionet që menoj që në Bashkinë e Fusharësit sot që flasim, unë kam 50% edhe deri në fund të kushtit kemi 80% popullsisë e cila do shprehet me peticion që është kundra bashkimeve.
Do t'ju pyes edhe për peticionin, por impakt tek takimi që patët me drejtuesin politik të Partisë Socialiste, ministrin Karakaçi, i ia shpreh të gjitha argumentat pse Bashkia e Fushkruajës nuk duhet të shkrihet. Të Fusharzit, po. Ka problem. Ndjes. Shumë e kanë ngatruar dhe më Fushkruajin. Bashkia ne e shprehem. Ishte takim, si me thonë, gentlemensh në aspektin se tash na kemi në Bashkinë e Fusharzit nuk kemi majtë të djathtë. Në moment që flasim janë të gjithë unison për mbrojtjen e dinitetit e historisë që ka Bashkia e Fusharzit. Unë e kam thënë dhe do të them edhe ty sot që në Bashkinë e Fusharzit dhe këtë treve kena mbrojtur edhe kur nuk ka pas shtet shqiptar. Sepse harron politika shqiptare që para 100 vitesh nuk kemi pas shtet. Dhe në momentin kur nuk kena pas shtet, ka pas me bërë reformë Mazniku, apo një deputet i parlamentit shqiptar, ne kemi mbrojtur këtë vend në histori. Kështu që historia nuk është e ngjashme me qytetet e tjera. Çdo qytet ka ato performancat e vet, apo për 100 vjet Bashkia e Fusharzit ka dhënë GDP-s shqiptare, me gjithë respektin që kam për gjitha vendet ku merren me bujqësi edhe me gjitha ato blegëtoria, po nuk janë din gjithë Europa veriore është shumë që merret me industria shumë më pasme. Dhe ky është rasti i Bashkisë Fusharzit. Bashkia e Fusharzit në 3 qarqet e Zotit Zveriut ja vu pika. Pse i është vënë pika ose kryqi Fusharzit, zoti Curi? Ja vu sepse nuk po të arsyeshme, lobimet politike nuk e po të arsyeshme prek asnjë nga bashkitë tjera, sepse hasen rezistencë. Ju e keni marrë vesh si media, pse nuk ka shkruar Bashkia Mirdicë, pse nuk ka shkruar Baramsurrit, pse nuk ka shkruar Hasit, pse nuk ka shkruar Kuksit, pse nuk ka shkruar Vlasit Valdez, pse nuk ka shkruar Malësisë Madhe. Pra, to nuk mund arriten në reformë me prek as i Bashkisë Zotit Zveriut. Në 3 qarqet e Zotit Zveriut dhe i vun pikën Bashkisë Fusharzit. Një në arsyet që komuniteti i Fusharzit nuk do ta pranojë është kjo. Sepse kanë marrë një bashki që është në kamp të veta dhe ka një potencial ekonomik që jep GDP-s. Vetëm një, a mund përmeni për shembull një emër të një biznesi që ushtron këtu apo është reklam? Jo, mos e përmendim se mos na i marrin në kontekst tjetër, më shumë se për reklam, kështu që. Po, një biznes këtu pagun buxhetit shtetit, i pagun dividend, taks 20 milionë euro në vit. Vetëm një biznes. Pra, shive në çfarë si mund të jenë pa besueshme edhe për ty edhe për ato që na dëgjojnë. Po flas për një biznes, po le gjitha ato biznese të tjera. Ne kemi shtrije gjeografike. Pjesa e shkryerjes, Mazniku që unë do shkruaj vite pa ja përmend emrin, po për hir të vërtet sot do ja përmend emrin, që është eksperti më i dobët që ka Shqipëria për reformën zgjedhore. Për reformën territoriale. Në çështë ka një argument Shqipëri që ma help poshtë mu, unë publikisht nesër mëngjes bëj dorëheqje publike. Nuk i ka kapacitetet me bën një reformë territoriale. Për bashkitë e Shqipërisë territoriale, sepse drafti që ka bëj është ese e klasë 9, dhe më thonë koncept not e cila nuk ka asnjë lidhje me projektin. Keni folur me Maznikun? Keni folur me Maznikun pas këtij propozimi? Absolutisht që po. Ne kemi folur në parlament. Ai në tonë Shqipërinë krahason Bashkinë e Fusharzit me Bashkinë e Korrës, Bashkinë e Fusharzit me Bashkinë e Shkodrës, Bashkinë e Fusharzit me Bashkinë e Vlorës. Sepse ky ka marrë censusin, i cili në që se ban censusin në Tiranë, Verti, ke 100.000 banor më pak. Sepse janë studentët që kalojnë për rrethe. Ai, tash në këtë moment,
nga ka penalizu me census dhe ai për llogarit numrin e banorëve. 4.878 banor mos gaboj unë sa e nxjerr censusi. E nxjerr censusi. Unë kam 300 sot që flas me ty, me zyrët pune kam 300 huj si punojnë në Bashkinë e Fusharësit. Prej shteteve të ndryshme. Por ta nuk llogaritën. Po, absolutisht llogaritën, se janë censusi përkohshëm. Pra, vetë censusi, kush janë ato që kanë bë regjistrimin në census? Janë aplikues që kanë marrë 300.000 lekë vjetra. Sa të përgjithshëm kanë qenë ato mi shku 4 herë një banori të shtëpia apo në 650 km si ja Bashkia e Fusharësit. 650 km katrore. A e keni denoncuar ju në kohën kur bëheshe regjistrimi për censin këtë proces për Bashkinë e Fusharësit? Unë si do ta denoncojmë? Jo, që nuk janë regjistruar të gjithë banorët e Fusharësit. Exit pollet, unë kam punu 10 vjet në Bashkimin Evropian me organizata të shoqërisë civile, exit pollet ka një imazhin e gabimit. Censuset ka një imazhin e gabimit. Kurse për zotin Mazniku është 100% e saktë. Domethënë censusi. Pra, ato ka një imazh gabimi 10%, sepse mund të kenë gabu ato mocin terren, kush kanë kenë ato inspektorë që kanë qenë terren, kanë qenë njerëz që kanë apliku me punë pa punë, kanë marrë 300.000 lekë vjetra. Dhe përgjithësia e tonë censusi i Shqipërisë ka kenë me ato inspektorë, po i quajmë që kanë dalë në terren, ato kanë pas me shku 4 herë të një shtëpi, me marrë, po që herën e parë do shkojnë herën e dytë, herën e tretë me radhë. Unë kam folur me kolegët e mi dhe për fatkeqësinë tonë shqiptare, dihet si apo censusin tonë në Shqipërinë edhe se si janë regjistruar njerëzit. Më thatë pak më lart se bashkitë e tjera në veriun e Shqipërisë kanë patur lobim që asnjëra prej tyre të mos shkrihej. Lobimi është brenda Partisë Socialiste apo edhe jashtë Partisë Socialiste? Është brenda Partisë Socialiste, jashtë Partisë Socialiste dhe të dyja bashkë kanë bërë lobimet. Dhe sot e keqja e tonë zonës veriut mund t'jeti bashki. Që është ajo e Fusharësit, po më thoni? Po, e Fusharësit. Pra, ju e dini se mendoj që pyetja që mban mu është tani s'ka shqiptar që nuk e din. Jo, prandaj unë e bëra pyetjen edhe brenda PS-s dhe jashtë PS-s. Dhe jashtë PS-s kam parasysh edhe Partinë Social-Demokrate të Tom Doshi ta bëj pyetjen e drejtë për drejtë për vaun e Dejës, për shembull, që të mos shkrihej. Po mos shkrihet. Pra, këtu tash vjen ai projekti i famshëm i ekspertëve të Maznikut, e cili për mendimin tim i bajthirrje ministrit pushtetit vendor, kryeministrit. Nuk është projekt që afatgjat, nuk është me politika e zhvillimit qëndrueshëm, nuk ka lidhje me Bashkimin Evropian. Këto menojnë me bë 2 drejtori urbanistike bashkë, një kalkulim aritmetik i thjeshtë. Këto nuk ka firma ekspertëve të huaj që Gizi është një organizatë gjermane e cila ka dhe filiale në Shqipëri, e cila përpunon ekspert. Unë i kam pyet gjithë organizatat, nuk ka ekspert Bashkimit Evropian, as ekspert në Shqipëri që janë marrë me këtë pjesë. Unë i njoh edhe ekspertë të djathtë. Dhe ekspertë të djathtë nuk e kanë kapacitetin me bë reformën. Pra, si mund të i kalojmë fatet e komunitetit Bashkisë Fusharësit në dorën e një personit vetëm, i cili do kërkojë falje publike sepse ka përdor termin prej ditës pare deri sot ka përdor termin shkrirje. Shkrirja është fjala më raciste që mund të jetë në demokracinë shqiptare. Europiane. Kjo mund të quhet bashkim me vullnet lirë, me ratifikim mes 2 këshillave bashkiak, mes 2 komuniteteve, me një peticion apo me referendum, po nuk mund të quhet kur shkrirje. Pra, ne jemi një popull drejt shkrirjes. Zoti Curi, në protestën që u pat të pak ditë më parë në Fusharës, kishit
edhe dy kolegët tuaj të bashkive fqinje, mes tyre ishte dhe ai i Pukës. Pa. Puka tani. Falenderoj të dy. Puka pranon të bashkohet me Fusharzin? I keni pyetur apo jo? Kryetari i bashkisë Puks, kryetari i Këshillit Bashkiak, sepse për hir të vërtetë ishin 3 kryetarë të bashkive dhe 3 kryetarë të Këshillave Bashkiak. Kryetari i bashkisë Mirditës erdhi sepse ne jena zonë kufijare dhe na lidhin traditat edhe me zonën e Mirditës dhe erdhi në mbështetje. Ishte ligjore, ishte fisnike. Kryetari i bashkisë Puks deklaroi publikisht që unë nuk jam dakord që të bashkohej me Bashkinë e Fusharësit. Kryetari i Këshillit Bashkiak Puks deklaroi që nuk jena dakord. Populli, komuniteti i Bashkisë Fusharësit nuk është dakord. Këshilli Bashkiak nuk është dakord. Këshilli Bashkiak i Puks nuk është dakord. Ora, më fal, në çfarë element demokracie mund të përdoret tash? Që mund merret veto, ja? Apo cili deputet i parlamentit shqiptar, unë do kisha ma dëshirë me Boderezi, tisha deputet i parlamentit shqiptar i mazhorancë, që të votosh nga përshkrirjen e Selenicë, pa pyet popullin apo komunitetin që jeton apo qytetarët e Selenicë. Do jena edhe pak fisnik, do jena edhe pak, miku im, do t'jena edhe pak fisnik në këtë pjesë, se jena zona me tradicionale, unë po jo marrë shemblin e Greqisë. Greqia ka një ishull që quhet Kret. Po, ato gjatë kohë si quajnë fije, si zone egre, si zone kështu. Po kur vjen pjesa për mbrojtjen e Greqisë, ato flasin, thojnë shtimi vetëm është Kreta. Pra, menoni pak edhe për inshallah kur nuk në realitetin shqiptar, po trendi politikës botërore ka ndryshuar tash, nuk është më ai si ka qenë para 10 vitesh. Që duhen të djem mi dal zot ti në zartë një bashkive apo ti territorit. E kuptove? Po të garantoj si i pari që nuk vjen, nuk rekurtohet me dal luftë, është Zoti Mazniku, që i deli punë me ikja shtetit. Kështu që ne nuk mund t'i bëjmë fatet e të ardhmes të komunitetit Fusharësit, që është mbrojt kur s'ka pas shtet, që i ka mbijetu me kod, me qindra vit në të zona, të që ne si mund të pranojmë që me ne mund të luhet si ne isha mirë, nuk kisha të kërkuar si gjë. Unë për shembull qeverisë nuk i kam kërkuar gjëra të mëdha. Na kena bërë shërbime qytetarëve me atë mundësi që kena pas. E qartë. As nuk i kam kërkuar pse ti favorizon një bashki të majt më shumë se të djathtën. E kuptove? Nuk i kisha. Po nuk mendoj kur se kjo lloj ekspertize do të jetë ekspertizë e hartuar me ekspert Bashkimit Evropian. Media ka bë punën vet. Media do të ulë komfort sepse jemi në momentet ku rregulli çek balanca e demokracisë jo më do shkelet. Po nuk do dim me gjet një nën kushtetues që na mërën më. Zoti Curi, janë këto 60 ditët e hapësirës për konsultim që ka thënë mazhoranca dhe qeveria. Ju besoni që në këto ditë vërtet do të takoheni për t'ia shpjeguar Ramës, Maznikut, Demos, nuk e di se kujt tjetri që do merret në shtator kur të nisë dhe sesioni i ri i parlamentit? Po edhe për respekt, do t'ishte ardhe ministri i pushtetit vendor me na pyet, ju si ndodhin këtë situatë me këtë trishti, që si mund të veprat, çfarë hapash keni një, po nuk ka pas asnjë lloj reagimi. Unë miku im do t'i kujtoj këtë popullit shqiptar dhe këtë bashkë kolegëve të mi, kolegëve aty që janë në parlament, ju të mediave. Një ketang si kena në sot e ka pas në vitin 1912 kur janë do kufit, në zonat kufitare ka Malizi, që njëna motra me për te kufinit, tjetra ishte këtena. Pra, e ka kalu këtë kanë këtë stres populli shqiptar ose komuniteti shqiptar. Ne ishim
në kështjellën tonë, ne isha të lirë në botën tonë. Tani, ne nuk kemi ku me menu ma që si mund zhvillohet komuniteti, apo çfarë shërbimesh mund të japim komunitetit. Nuk ka shërbim mbi 30 minuta. Ne kemi 3 orë bashkinë e Pukës. Sa 5 bashkinë. Po, bashkia Fusharësit. Po pra, bashkia e Pukës do të jetë gati 3 orë për të marrë shërbimet ju të Fusharësit nesër. I kalon edhe 121 banori i bashkisë Fusharësit në cepin në skajin më të lartë kësaj, bani 20 km më shku në bashkinë e Pukës. Kështu është një e pa studiuar mirë. Mendoj se është edhe koncept rrethi. Kjo nuk e favorizon. Unë mendoj se me sa njoftë pjesa e kryeministrit, është momenti që nuk është asnjë problem që të konsultohet me njerëzit edhe pse jo, të bëjë një hap mrapa sepse komunitetet ne mos na provokojnë, ne në komunitet që ne nuk provokojmë, po është jena komunitet si nuk kena dëru, nuk kena, si me thonë, nuk kena se jena jo është reglave, apo reglave demokratike, po kjo është... Aq më tepër që ju si kryetar bashkie të Partisë Demokratike keni qenë në të gjitha takimet që Edi Rama ka zhvilluar deri para ca muajsh, kështu që pavarësisht forcës politike ju keni shkuar atje. Ne kena qenë konstruktiv, unë për shembull vedi, nga se e di se lobimet bëhen mërna për mërna shtetit shqiptar, e kuptove, dhe unë kam pas marrëdhënie korrekte me ministrit, nuk vjen i kur media të thonë asnjë fjalë për asnjë person i cili jo nuk na njëmoi ministër, jo nuk na njëmoi një ministër tjetër. Kemi pranuar çdo rregull demokracie, po në këtë moment që po flasim, rregullat janë shkel, çek balancat nuk janë më te politika e zhvillimit qëndrueshëm. Unë mendoj që shmangja e takimeve me ne është një hall demokracie që nuk përdoret në si shtet tjetër, nuk mundet që të flasë kryetari i Bashkisë Shkodër për Bashkinë e Fusharësit. As kryetari i Bashkisë Mendësisë Madhe. Po si do votojnë këshillat e qarqeve për shkrirjen e bashkive? Pra, në momenti që në qoftë se ju kujtohet, një gabim ka bërë një ish kolega imi, kryetare e Bashkisë Durrësit dhe ka bërë ndërheqjen. Pra, nështë se bani me të keq, po ky moment është moment që ne na ka cenu shumë në elementin ku ne jetojmë, në elementin demokratik. Na kanë qujt njerëz pa mbështetje. Biznesi që është si ka shtëpiat është banori i Bashkisë Fusharësit, kanë linë Bashkinë e Fusharësit, janë 7% GDP-s shqiptare. Pra, si që janë kjo bashkia vogël kështu që pasa performancë, në performancën këna dalë 6 në tonë Shqipëri, në 61 bashkit, dhe e qunë ekonomikisht doptaj. Bani grafik aty në laptop edhe i dalin graficet, dhe është bën një më i famshëm me ato grafice si as një lloj eksperti në tonë Shqipërinë, edhe kolegët e mi thonë janë pa si lloj baze. Zoti Curi, peticioni, sa firma janë hedhur deri më sot që në këto momente që ne flasim? Deri sot ne jemi 12.000 banor. Peticioni mendoj që mund të jetë gjithë ato mbi moshën 18 vjeçare, që janë 8.800. Ne pretendojmë me shku deri te 7.000, i kemi bërë thirrje të diasporës. Po firmoset dhe online nga diaspora. Po, nuk kam, po, absolutisht. Ata mund të qojnë kartë e identitetit. Ne kemi bërë kërkesë edhe komisionit zgjedhor, se është me referendumi, po kjo do i procedurë zgjat, me dhe ne nuk raportojnë koha për 2 muaj që kanë mbet. Dhe sepse mund të jetë bërë edhe qëllimshme, dhe kjo si mos kena formë ligjore na me afru komisionit zgjedhor. Të gjithë unë marrë me mira mesazhe, gjitha kolegët e bashkive për rreth mësojnë është bërë pa drejt. Diaspora është 100%. Unë nuk kam asnjë me testën e ish partisë komuniste që janë kundra.
më falni, edhe asnjë partisë socialiste, pavarësisht se unë nuk e vënoj në pozitë asnjë person që dale haptas apo deklaroje haptas, Turqia shumë e madhe sepse ju kërkoj takim, ju kërkoj edhe ngurrojnë, e kuptove? Ne kemi bërë vetëm një protest, ishte masive, ishte konstruktive, ishte shumë demokratike, mbështetje erdhën edhe dy kryetarët e bashkive të tjera, një element demokratik, ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi edhe Ramush Haradina ka një balle, njësi administrative i balle, ka tokën e zyrshit vetë. Janë edhe këto dy prej fusharësi, prej i balje. Pra, ne do të ashtrim edhe për te kufinit lëbimi. Pra, do merë një mbështetje edhe të Ramush Haradinajt, edhe të familjes së presidentit Thaçi. Po pa tjetër, edhe ato janë prej kanë tokat, më kanë pronët e veta në gjyshët, stërgjyshët në bashkinë e fusharësit. Pra, nuk është me histori ka zvogël bashkia e fusharësit. E vërtet, protestat do të vazhdojnë? Edhe kryetari... Vazhdojnë. Po. Edhe kryetari i Partisë Demokratike e Horrizitit të bashkisë fusharësit. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha? Prej Berish Puks të ka Horrizinën. Kështu si, na kemi zënë vite lidra, unë nuk menoj që duhet bëhet kjo gjë vetëm për bashkinë e fusharësit. Protesta do të vazhdojnë? Po, protestat do vazhdojnë, po ne do bëjmë protestat si të rresim vëmendjen e kancelerive tash, do të ambasadave. Se unë menoj që në që se në dolim protestë fusharës nuk përban në lejmë malë për maznikun. Thot që të punë kanë dollë edhe për qef, në rrugë edhe, që që unë menoj që do të, unë kam falë njohje që kam pas para se më bë kryetar bashkie me shoqërinë civile, më kam kërkuar tona të një kolegëve të mi me mbështet në kanceleritë evropiane, ato kanë shumë lidhje. Menoj se s'ka me kanë shumë e lehtë. Unë kam pas fatin para 3 muaj më tak me ne 3 ditë me kryetarin e bashkisë Parisit në Paris, leftume, dhe me gjithë i bani shumë përshtypje, sekustrimi i karbonit, pjesa mjedisore që kena ne dhe resurset që kishte bashkia fusharësit. Pra, unë menoj që do të ashtrim lobimin, do përpisna me çdo mjet demokratik. Marina, aman vetëm një mundësi të folin. Kena një mundësi të folin që 12.000 banorë të fusharësit krye familjar, po flas, paktën, me ek për shpërblizimin nga bashkia e fusharësit dhe do vinë mbrapa Arbër Mazniku me taku në bashkinë e fusharësit, vetëm 300 punojësit që kena nga Singapuri dhe nga Turqia, që janë për shkak të industrisë tu, takon vetëm atë të hujtë dhe bisedon me të, ju tregon edhe për reformat tjera të ardhmen. Ku do shkoni ju 12.000 e fusharësit për hoqët pasaportizimin nga fusharësi? Po nuk ikem pra për 500 vjet, po do të me ikë sot që nuk jemi zot me mbrojt personalitetin, emrin, dignitetin e bashkisë fusharësit dhe pakën të bëjmë atë si kanë bërë shumë mretet Commonwealthit, apo janë largu, janë, po të pakën të pjesa e Galileut. Aman, vetëm tesrat socialistët e fusharësit mos i djegin, se aty pastaj Inati dhe Ramës nuk i hiqe si që ndodhi me Adriatik Zotkajn e Poliçanit ditën e djeshme, se Inatin e kishte me djegjen në shesh të tesrave të Partisë Socialiste në Poliçan. Unë menoj që ashtë fat me kenë në skalionin e majt, miku im, sepse këto shpesh herë duken në periudhën publik se janë kap, po kur vinë punat e votimet ato shkojnë të tonë rregullohen një javë para, kështu që unë nuk kam kështu që ne do të ishna të 15 kryetarë në krahët njëri tjetrit.
e kuptove si djasit majt, profesorin komunitete, mu më vjen shumë keq edhe për policianin, sidomos për Selenisën, sepse kam lidhje miqësore edhe familjare me to, më vjen shumë keq. Se du, më fal, Elion Devask në Spaj, ka 3 banor. Unë nuk e di pse deputet të mazhorancët edhe të pozicës nuk i shojnë të statistika në Bashkimin Evropian. Në Francë, në Spaj ka Elion Devask me 3 banor. Në Francë është me 1 banor. Dhe prap nuk është shkrirë, po më thoni. Nuk ka shkrirë, se do të pyta e banori. Pra, kjo është problemi. Kjo është qështja. Te Slovenia, 1.800.000 banor, ishin e sa bashki. Të gjithë bashkitë e Europës janë kanë rritjet, Ballkanit sidomos. Maqedonia, 1.900.000, 100 bashki. Kroacia, mas hyrjes në Bashkimin Evropian, ka bërë 400 komune, 107 bashki, ka 3.200.000 banor. Pra, jemi në momente që këto nuk e kanë marrë kërkun, në asnjë vend të Bashkimit Evropian, ku ne do aderojmë nesër, nuk e kanë marrë ekspertizën. Janë demokracitë konsolidume ato. Ndarjen territoriale në pushtetit vendore ka bërë Napoleon Bonaparte. Dhe deri sot në Francë nuk ka shpreh më. Po si mund dale një person i vetëm aty? Unë menoj që mu më duket që Mazdiku ato mbrojt një diplom. Ka bërë një mbrojtje diplome, nuk është kjo reformë territoriale. E cila ndryshon edhe kushtetutën. Me nenin të kushtetutës nuk ketë drejt asnjë komunitet pa e pyet, pa bërë një gjesa. Unë Këshilli Bashkiak nuk merret parasysh, edhe Këshilli Bashkiak do kalojmë, ne kena filluar gjesat në komunitet. Sepse me marrë vendim Këshilli Bashkiak, duhet të dëgjoj banorët. Takimit qytetar. Ja të shpresoj për ditët e mbetura të këtij 60 ditëshi që të keni këtë komunikimin edhe me qeverinë këtu në Tiranë. Do kena lajme të mira. Unë menoj që do ta menojnë të lutjes që të bëjë, se na paralelisht jena të lutë edhe qeverisë, jena të lutë edhe medjave, po jena të lutë edhe Zotit. Pra, uroj që lutjet tuaja të dëgjohen. Menoj që të ardhmën e Bashkisë Fushare se ka ndorë Zotin, nuk e kanë 2 deputet parlamentit që kanë dalë, ka deputet parlamentit që kanë dalë edhe me 500 vota. Kështu që unë s'menoj që do rire në fatin e ma shumë se në fatin e atit sipër që janë shqilë, nuk kena në fatin e kërkuj. Shiko, është përfund, është edhe një moment tjetër, se duke qenë se jeni dhe kryetari i djath i Bashkisë së Fusharzit, nëse gjeni gjuhën e komunikimit me Ramën, ai kohë të fundit bashkëpunimet me të djathët i ka prioritare më shumë se me të majtët, kështu që mund të jetë një çelë suksesi fakti që jeni demokrat. Unë nuk e di në politikën shqiptare se si mund të ndodhe, po unë jam i gatshëm sepse komuniteti si më ka zgjedhur mua për shumë për me, edhe për i të ardhmes historike që kam, kështu që unë do kisha bë si Churchilli, kompromis me kundër Hitlerit me gjithçka si mund të jetë. Prandaj thash edhe Rama në këtë linjë është më mirë po bashkëpunon me të djathtën se me atë partisë të tij. Po mënyrë fisnik, se si mos kena... Unë, San Marino, unë e kam shëtit, sigur ke shëtit tjele, zë shqiptarë si nëudha mundësia mas 90 me shëtit botën, po unë mund duket shumë i vogël edhe Roma, edhe San Marino me Fusharsin. Na jetojmë me një kënd. A kuptove? Ai nuk është kodi Da Vinci, po është kodi i cili nene ka majt me shekuj, a kuptove? Bollë si me hy, me lezu Marin Barletin, çdo deputet i parlamentit shqiptar do të kuptoje, sepse sot je në situata para se me bisedu me mu, më falë për minutazhin dhe sepse... Po, ja ta përmbyllim, po. Sot ke situata zjarëmës në Shqipërinë, emergjente. Po si kemi mbrojti zonat ku nuk ke vullnetarë?
në Las Vegas nuk mund arrit shteti Amerikan me shu votat e zjarrit. Votat e zjarrit ka dënë vetëm pjesa vullnetare ban punën më të madhe. E kemi vlerësuar shumë fundjavën në Fushkruj që pati vullnetar banorët që u bashkuan forcave dhe kontribuan në... Ashtë themra Akilit. Emergjenca civilin tonë botën luftojnë shumë që komunitetet tjenë pjesa e parë që në hynë të rënë. Jo zërfikset, se do bëjnë zërfikset në 600 kilometra katrore, se do të bëjnë? Qa menën? Po avionat, në temperaturë 20 gradë. Pra, ato vetëm se saj përhapin vatën e zjarrit, jo se bëjnë në... Jo se e fike, po më thoni. Jo se e fikun. Po ti tash kjo është arsyeja kryesore si me minuti me ishtu bashkit, me minu që me mbrojt mjedisin i cili për hirë zë vërtec, si kustrimi i karbonit do tjetë e ardhmja e pjesë veriore pra atyri bashkive që kanë sa ma shumë sipërfaqe pyjore. A kuptove, ne po punojmë falas për Europën për sekustrimin e karbonit. Nuk është term si ja përdor shumë në politikën shqiptare. Jam ndoshta në një bisedë tjetër do ta zhvillojmë kur të jenë zgjidhur çështjet e ekzistencës të bashkisë së Fusharzit. Do të kemi mundësi të zhvillojmë më tej problematikat. Unë ju deklaroj me lutjen te Zoti edhe me forcën e fizikërinë që ka komuniteti Fusharzi, na do të dorëzojmë atë fundit 15 bashki. Zoti Curi, uroj që lutjet tuaja të dëgjohen, të falenderoj shumë. Falenderoj për bisedën. Falenderoj edhe për